Sigurisht pjesa më e rëndësishme dhe pjesa kryesore e efektiveve është e përqendruar tek pjesa kryesore e kryeministrisë dhe patjetër që aty ka qenë dhe fokusi i policisë, megjithatë patjetër që ka grupet e tjera që janë të gatshme, sigurisht që qëndrojnë në gatishmëri pasi janë rreth 1350 punonjës të cilët janë thirrur për të qenë gati në këtë protestë, megjithatë në fakt ne do të mund të tentojmë të afrohemi, shohim që kanë qarë kordonin e kanë gjellave metalike të protestuesve, shohim që ka një tentativë tjetër për t'i hequr. Janë protestuese që në fakt, siç duket, nuk janë zbrapsur nga përdorimi i ujit nga automjeti i policisë, megjithatë ka tentativë për të qarë kordonin e policisë dhe për të deportuar, për të hyrë në pjesën e sheshit përpara godinës së kryeministrisë, aty ku është edhe perimetri i sigurisë, janë të vendosura forcat e policisë. Këta të fundit, me njëherë pas përfundimit të fjalës së zotit Berisha, bën thirrje me megafon që të ndalohen sulmet ndaj institucionit të kryeministrisë, po ashtu edhe të policisë së shtetit, pasi rrezikohet jeta e tyre me hedhjen e koktejleve të molotovëve. Shohim që ky është një prej automjeteve që policia ka në dispozicion në këtë anë, megjithatë është një tjetër automjet në pjesën kryesore të kryeministrisë ku bën të mundur edhe shpërndarjen tjetër të turmave.